Gjesti i nervozuar dhe me një shikim sfidues i afrohet Loredanës duke e parë drejt në sy. Ai nuk ka ndërmend ta lërë këtë bisedë pezull dhe kërkon një përgjigje të qartë prej saj. Loredana, si është puna me ty? I thot ai me një ton të prerë. Ti ke puthur mua, kundërshtarin e Jozit, dhe pastaj vazhdon të rish e lidhur me të, si kur asgjë nuk ka ndodhur. Si funksionon kjo sipas teje? Loredana, e befasuar nga mënyra se si ai e ka nisur këtë debat, i kthen një shikim të ftohtë. Ajo e merr një moment për të menduar, por nuk e lë Gjestin të ketë e përsinë në këtë situatë. Dëgjo, Gjesti, i thot ajo me një ton të qetë, por të vendosur. Ajo që ndodhi mes nesh ishte një moment. Nuk do të thot asgjë për mua. Unë dhe Jozi kemi një lidhje, dhe pavarësisht çdo gjëje, unë jam me të. Gjesti qesh me ironi dhe tund kokën. Ah, një moment thua? Një moment i vogël dhe i parëndësishëm? Po atëherë pse e bëre? Pse erdhe tek unë? Apo thjesht të pëlqen të luash në të dyja anët? Loredana e ngushton shikimin dhe hidhërohet. Mos më flit me atë ton, Gjesti. Nuk po luaj me askën. Unë e di shumë mirë çfarë dua dhe ku qëndroj. Ti e interpreton gjithçka si të duash, por e vërteta është ndryshe. Gjesti afron fytyrën edhe më shumë pranë saj, duke u përpjekur ta detyrojë të pranojë atë që ai mendon se është e vërteta. Nëse e di çfarë do, atëherë pse nuk e tregon me veprime? Pse vepron në një mënyrë dhe pastaj thua diçka tjetër? Mos mendo se unë nuk e shoh çfarë po bën. Loredana mban qëndrimin e saj dhe nuk tërhiqet. Ti nuk e di asgjë për mua, Gjesti. Mos e shtrembëro të vërtetën për të më nxjerrë mua keq. Unë e di mirë çfarë kam bërë dhe nuk I jap llogari askujt, aq më pak ty. Debati bëhet edhe më I tensionuar, ndërsa të tjerët në shtëpi fillojnë t'i ndjekin me vëmendje. Tensioni mes tyre rritet gjithnjë e më shumë, dhe duket se kjo përplasje nuk do të mbarojë këtu.